Pali, apostulli i Krishtit Jezus, për vullnet të hyjt dhe vëllai Timoti, kishës së hyjt që është në Korint, dhe të gjithë shenjtërve që janë në mbar Akajen, paqi hire e paq prej hyjt, atit ton, dhe prej Zotit Jezu Krisht. Falenderit i Palit për kryq. Qohet bekuar hyj, ati i Zotit ton, Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyj që jep çdo ngushëllim, ai na ngushëllon në të gjithë vështirësitë tona, që edhe në të mund t'i ngushëllojmë të gjithë ata që gjenden në vështirësi, me atë ngushëllim me të cilin hyj në ngushëllon ne, dhe vërtet, siç ndikohet, pa mas ne në mundimet e Krishtit, po ashtu në për Krishtin edhe marrim ngushëllimin pa mas të madhe. Nëse ne jemi të ngushëlluar nga vështirësitë, kjo ndodh për ngushëllimin e për shëlbimin tuaj. Nëse jemi të ngushëlluar, është për ngushëllimin tuaj, i cili ju bën të Zotit t'i duroni edhe ju ato vujtje që edhe ne i besojmë. Kështu shpresa jonë lidhur me ju është e palakundshme, sepse e dim se mbasi jeni pjesëtar në vujtje, do të jeni edhe në ngushëllim. Pra nuk dëshirojmë, o vëllezër, të dini vështirësinë që na ndolli ne, azi. Kemi qenë në vështirësi për te masës, për mbi fuqinë tonë, aq sa e humbëm edhe shpresën se do të mbetim gjallë, por në vetveten e pranuam vendimin e vdekjes, që shpresa jonë të mos themelohet me ne, por vetëm në hyjin që në gjallë të vdekurit. Ai na shpëtoi prej asaj vdekje dhe do të na shpëtoi në të e kemi vënë shpresën. Ai edhe me tutje do të na shpëtoi. Po, edhe ju do të na ndihmoni me uratë për ne, që kështu shumë njerëz ta falenderojnë hyjun për dhuratën që na ulla me ndërmjetësinë e shumë vetëve.